Allah ju shpërbleft, hoqë ndëruar pyetja radhës është kjo, thënë një teleshikues, a lejohen hajmalit në islam dhe pse jo, kur në to ka shkrime me lutje në gjuhën arabe? Në rand të parë të cekim se çka është hajmalia. Hajmalia është një send, një diçka që varet me arsyetimin që ajo hajmali e mbron nga smundjet, nga rreziqet e mundshme, nga msyshi, nga çdo e keqe, si dhe i sjell fat, bereqet, mbarësi, sukses në jetë. Ato mund të jenë për elementeve të ndryshme, mund të jenë prej letre, prej druri, prej peri, prej pllakave të ndryshme. Hajmalit në islam janë të ndaluara. Ka se nuk ka asnjë bazë, asnjë argument që lejon një gjë të tillë, po flasim përgjithësi ato hajmalit që janë shirkijate, me forma, me simbole, me shkrime që janë tipike jo islame, që nuk kanë bazë as as kur gjë nga islami, ato janë haram, është ndaluar rrëfsisht. Sepse ignorantët, që themi, edhe në kohën e kaluar, po edhe ignorantët e sot mund themi në një farë forme, i bartin ato hajmali me shpresën se hajmalia është ajo që e shëron, hajmalia është ajo që e siguron, hajmalia është ajo që e mbron, e nëse bëhet në këtë bazë ne kemi bërë shirk dhe kufër ndaj Zotit, sepse ai vetëm që shëron edhe mbron edhe strehon edhe jep të mira është Allahu xhaleshanu. Pa i lidhë zemra e tij me hajmali e jo me Zotin. E kjo është ndaluar rrëfsisht. Pastaj kemi edhe argumente që na e dëshmojnë edhe fakti që është ndaluar një gjë e tillë, sikur që përmend Kajs ibn Sakan al-Asadi në transmetimin e tij se Abdullah ibn Mesudi me një ditë kur hyn në shtëpinë e tij dhe shën në qafën e gruas një pllak të varur si hajmali me qëllim për ta mbrojtur nga smundja, atë ai Abdullah ibn Mesudi shkon ja kput atë me një nervozizëm i zemëruar dhe thotë se shtëpia e Abdullahit nuk ka nevojë që të bëhet shirk Zotit në të. Dhe thot pastaj Abdullah ibn Mesudi, kana mimma hafidhna an nabi sallallahu alaihi wasallam inna ruqa wat-tamaim wat-tivala shirkun. Ajo që kemi mbajt mend, kemi mësuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është se rukja jo islame, se hajmalit dhe tivala, që do ta shpjegojmë më vonë çka është tivala, janë shirk. Basoj domon janë shirk. Kjo hadith domon transmetohet në silsilë të haditheve sahiha që të Sheikh Albanit, në serinë haditheve sahiha, dhe kjo tregon se rukja jo islame, që është rukje që është një kërkim i shërimit të smundjes, qoftë nga prekja e gjinit, qoftë nga msyshë ose ndonjë smundje tjetër, përmes formave jo të lejuara që janë të ndaluara sipas Islamit, duke bashkëpunuar me ndonjë gjin ose janë disa rite, disa gjëra që bën që me Islamin janë të ndaluara, domon ajo është shirk, ose përmes hajmalive që janë hajmalito që përmendëm na i përshkruaj pak më herët, edhe tivele është një lloj si hajmalie që përpara në kaluarën njerëzit i kanë përdorur si në rastin e fejesës, burrë dhe gru, që nëse e bën burri atë, domon atë hajmali do ta ketë dashurinë dhe respektin ndaj gruas, edhe nëse e bën domon gruaja do të ketë po ashtu ndaj burrit, e që në rast se hiqet ajo, domon rrezikohet dashuria dhe lidhja mes tyre. Domon një lloj hajmalie për të mbajtur ata të lidhur martesë. E që më vonë tash kjo është zëvendësuar me një formë që thuhet diblen arabisht, është onaza, e që konkretisht po lidhet me onazën e fejesës, që nëse bëhet me këtë qëllim, se ka dikush që më thon s'ban me hjek onazën e fejesës për dorës ose të martesës, se prishet martesa, kjo ka bazën të këto besime ignorante që janë të ndaluara, dhe nëse e bën me këtë qëllim është ndaluar më rrëfsisht. Po edhe nëse nuk e bën me këtë qëllim, partja e onazës është një dukuri që është trashëguar për jo muslimanëve, kështu që muslimanët duhet të ikin saj sa më shumë. Dhe për këtë asaj të hajmalive të shkruara me Kur'an ose me pjesë nga doa të ndryshme që ka përdorur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, këtu është një konsultim, është një diskutim mesin e dietarëve, që ndahen në dy mendime, por shumica e dietarëve konsiderojnë të ndaluar haram, edhe shkrimin e hajmalive me ajete kuranore, edhe shkrimin e hajmalive me doa nga hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, domethënë e konsiderojnë haram pavarësisht se çka është e shkruar me to. Se ka raste që tash edhe në jetën e përditshme po vrem që njerëzit marrin edhe koronat e vegjël, i bartin me veti ose në trup ose në shtëpi ose në makinë, ose cop metale të shkurta, të vogla, pllaka të vogla, që vendosin fëmijëve me qëllim që të mbrojë ato. Duke arsyetuar se ka Kur'an, ka lutje nga që janë bazuara në sunet. Dietarët e mendimit të parë ndalojnë edhe këtë formë të hajmalive, duke u bazuar në argumente. Një prej tyre është ajo që përmendëm, domthonse se rukjet jo islame, hajmalit edhe tivle janë shirk. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk i ka nda.
nuk i ka nda cilat hajmali, ato që shirkijate, apo ato që të shuar me Kur'an, domthonë nuk i ka nda, i ka përgjithësuar të gjitha. Dhe po të kishte pas nevojë për të bënë gjë të tillë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam do ta shpjegonte dhe do thoshte që në këtë formë lejohet hajmalit me Kur'an ose hajmalit me dua, do ta kishte shpjeguar një gjë të tillë, por një gjë të tillë nuk e ka bërë dhe dim se e ka plotësuar shpallën, nuk ka lënë mangësi në këtë aspekt dhe jemi shumë të bindur në këtë. Po ashtu e mbyllëm edhe derën e përhapjes edhe të hajmalive tjera, se njeriu kur mësohet me marr hajmali, tani atë nuk mund ta bëj dallimin mes asaj që me Kur'an edhe asaj pa Kur'an. Pastaj edhe nëse ka me Kur'an, është rreziku po ashtu tek hajmalit, se ai mbështetet te hajmalia e jo te Zoti. E Zoti plotësisht nuk ka nevojë për ndihmë, do një mjet caktuar në raste të caktuara te hajmalia për me shëru, për me mbrojtë ose me rujt një person. Prandaj këtu janë argumente të cilat domon nuk e lejojnë. Është edhe hadithi tjetër që thot pejgamberi sa shumë edhe më i qartë, thot men allaka tamimatan fakat ashraka. Ai i cili e varr një hajmali, ai domon ka bë, domon shirk, domon nuk lejohet një gjë të tillë. Po ashtu është edhe arsyetimi tjetër se po të ishte lejuar që ne me i bajt hajmalit të shkruara me Kur'an, atë nuk kishte pas nevojë me lexuar Kur'an më hiç. Merë Kur'anin baja me veti. Merë domon doat, edhe shkruani letër e baja me veti. Atë domon nuk ishte pas nevojë as dhikrin e bromjes, as dhikrin e mëngjesit, as lutje tjera na ti themi mo me gjuhë, po vetëm ti bartim të shkruara në letër. Ibn al-Arabi thot shumë qartë dhe mirë, thot se Kur'ani domon nuk është sunet bartja e Kur'anit. E me varr Kur'anin, po sunet është lexohet Kur'ani, sunet është domon të praktikohet Kur'ani, pashtu edhe lutjet edhe doat. Ata dietar që e lejojnë bazohen me një hadith që transmeton në librin Gayatul Maram, nuk po hym detajet hadithit, atje por thotë se men ta'allaka shay'an ukila alayhi aw ilayhi, kush varr diçka, atëherë shlon mbrojtje ose mbështetje te atij sendi. Nëse ka vjerë diçka që është shirk, domon i beson në falltore, ju ka lënë dorë falltore, domon nuk ka ndihmë prej Zotit. Por nëse ka jetë kuranore, pas arsyetimit tyre se në mënyrë indirekte po mbështetet te Zoti. Tama se po mbështetet në ajete kuranore, në mënyrë indirekte po mbështetet në Allahun, po është një lloj argumentimi i dobët, që domoni bien dash me argumente të tjera, me praktikën e sahabëve, me praktikën e vet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj themi kështu rrëpsisht, hajmalit në Islam janë të ndaluara pa i përjashtuar ato që janë të shkruara me Kur'an ose me dua.